6 kilometra nga qyteza e Klinës është fshati Jagod. Në këtë fshat është edhe shkolla fillore dhe e mesme ullët At Gjergj Fishta, në të cilin vijojnë procesin mësimor fëmijët përveç të këtij fshati edhe të 3 fshatrave të tjera, Videj, Paskalic, Krushev e Madhe. Largësia e këtyre 3 fshatrave të tjera drejt Jagodës është rreth 3 kilometra. Ky objekt shkollor i ndërtuar dekada më parë i ka mbijetuar kohës, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur edhe me numrin e nxënësve. Procesin mësimor i vijojnë gjithsej 50 nxënës nga klasa e 2 deri në klasën e 9. Numër ky i fëmijëve të cilët vijnë nga 4 fshatra të komunës së Klinës. Atomi është grimcë përbërëse e kojnari. Dhe thotë kush është molekula kështu grimca prej cilës ose e cila përbëhet prej atomave. Çka mundi me thonë? Cilla të cikim që këtu grimca? Do të thotë pra të molekula. Po? E pastaj kemë thonë që në kuadër të molekulës ose grimca përbërëse të tyre janë atomat. Arsimtari lëndor i fizikës, Jetmir Desku, me përkushtim u shpjegon nxënësve njësinë mësimore nga kjo lëndë, struktura e atomit dhe bërthamës. Atomi ka fillimisht 2 pjesë përbërëse. Në na tregu se cilat janë pjesë përbërëse, para se mi përmend grimcat që përbëhen atomin, çfarë kemi thënë? Në qendër është kush? Bërthama, kurse në periferi kemi mbështjellës. Kjo klasë 9 numëron vetëm 7 nxënës. Ora mësimore prej 45 minutave është e frytshme në të tilla raste, pasi arsimtari së bashku me nxënësit diskutojnë çdo paqartësi të një njësi mësimore, por me numrin e vogël të nxënësve në klasë, gjithsesi mungon konkurenca. Mund të tregoni se cilat janë filluet e grimca që kena përmend që janë pjesë të bërthamës së atomit. Ashtu? Arsimtari fizikës Desku tregon për parësitë dhe mangësitë në punën e tij si mësimdhënës përballë vetëm 7 nxënësve. Kanë mundësinë ma letë më inkuadru, ma shumë më inkuadru, ka mundësi se cili për ty në më angazhu, edhe kjo normalisht ndikon pozitivisht proces në nxënët. Por nga ona tjetër, nëse e marrim aspektin negativ i kësaj, është se konkurencën nuk mund na e pas të madhe. Aty ku numri nxënësve është i vogël, sado që ka nxënësa të mirë, prapë nuk mjafton. Kështu që kjo është një emet ose një pasojë ose një diçka negative e kësaj ane. Numrin e vogël të nxënësve në klasë, vetë semi-maturantët e shohin si pozitive në lëndët shkencore dhe natyrore, pasi, sipas tyre, nëse kanë paqartësi, mund të bashkëbisedojnë aty për aty me arsimtarët dhe koha në dispozicion është në favor të tyre. Por, edhe puna në grupe për projekte shkollore është më thelbësore. Ne jemi 7 veta në klasë, edhe është më mirë se jemi më pak nxënës se arrimi përsërit senet më shpesh, me i kuptu më mirë, edhe nëse rastësisht në i sen nuk kuptojmë, arrijnë mësimdhënësi si më na spjegu pak më lehtë. Është me kuptu më tepër se nuk bëjmë për shembull me shumë njerëz zhurmë, edhe është më kollaj me kuptu. Ne kemi projekte që realizojmë bashkë në grupe dhe është shumë më lehtë se jemi vetëm 7 nxënësa, është shumë më lehtë të realizojmë projekte kur jemi më pak. Në shkollën At Gjergj Fishta në Jagod të 50 nxënësit janë në nivele të klasës nga e 2 deri në të 9. Këtë vit shkollor 2024-2025 në shkollë mungojnë nxënës të nivelit parafillor dhe në klasën e parë. Pra, për këto nivele shkollimi, klasat dhe bankat janë të zbrasta. Klasa nga e 2 deri në të 9 janë vetëm nga një paralele. Në klasën e 2 gjithsej janë 4 nxënës. Klasa e 3 numëron 5 nxënës, në klasën e 4 janë 8 nxënës,
dhe në klasën e 5 janë 3 nxënës. We will read the passage and then we can discuss further about these and that. Okay. Who wants to read? Njohurit mbi njësinë mësimore gramatikore për emra dëftor, nxënësit përveç shpjegimit të mësuesit që e përcjellin me vëmendje, ata edhe praktikuan këtë njësi përgjatë leximit të një pjese të shkurtë tregimi në librat e gjuhës angleze. Today the toys are making a snowman. Donika? Whose surf is this? It's Katie's scarf, and these are Pete's clothes. Whose cat is that? It's Pete's coat. Perfect. Thanks. This is Katie's skirt, and these are Pete's boots. No, thank you. Oh no, look at my snowman. Leximin e pjesës së tregimit në lëndën gjuhë angleze e realizuan të 8 nxënësit e klasës së 4, të cilët u ndan nga 2, pasi pjesa e leximit ishte dialog mes 2 personazheve. It's Katie's scarf, and these are Pat's gloves. Whose cat is that? It's Pat's cat. Perfect. Thanks. This is Katie's skirt. Edhe pse klasa numëron 8 nxënës, sërish ata mendojnë se janë pak fëmijë në klasë dhe ndonjëherë orët mësimore ata i cilësojnë të ripërsëritshme. Ju kallëzojnë ma lehtë nxënësve dhe e kuptojnë ma mirë. Shumë një mos e vogël nxënësve, në krahasë me shkollat e tjera. Kur bëjmë aktivitete të ndryshme, nuk ka mjaftueshëm nxënës për të bërë. Fëmijët të cilët i intervistuam, pavarësisht numrit të vogël të nxënësve në klasë dhe dëshirës që të jenë më shumë në këtë paralele, ata treguan lëndët e pëlqyera dhe pasionet e tyre. Mua më pëlqen shumë lënda e matematikës, sepse është lëndë e logjikshme dhe shumë e bukur. Po përveç matematikës, a ju pëlqen ndonjë lëndë tjetër? Po, Cila është ajo? arti. Se pikërisht arti. Sepse në art mund të shprehësh talent dhe më pëlqen vizatimi. Çka të pëlqen më shumë me vizatu të artit? Për shembull, natyrën ose dukuri natyrore dhe bukuri natyrore të vendit tonë. Me pëlqen anglisht edhe arti. Pse anglisht edhe arti? Sepse anglishtja të vijnë, nëse tonë të shkon në një shtet tjetër, të vijnë sepse din edhe në shtete tjera din anglishten. E arti? Arti me pëlqen shumë sepse vizatoj, mëson atë vizatoj. Çka të pëlqen me vizatu më shumë ti? Natyra. Çka kanë thonë ajo? These, huh? These. So the shoe say that? Those. Për çka ka thonë përdorëm this? Me tregu ose me dëftu? Për gjërat që i kemi? Are. Kurse that? Për me tregu ose me dëftu për gjërat që i kemi? Are. Mësimdhënësi i gjuhës angleze, Besmir Hoti, tregon se mësimi me numër të vogël të nxënësve ka përparësitë e tij, pasi mund të zhvillohet normal njësia mësimore dhe të ripërsëritet derisa ajo të jetë e kapshme për nxënësit. Sipas tij, nxënësit e kësaj klase nuk kanë nevojë të vijojnë ndonjë kurs shtesë në gjuhën angleze, pasi me këtë numër që janë mund ta mësojnë mjaft mirë brenda orëve mësimore. Atëherë, detyrat nga njësia 8A në fleturën e punës, në activity book, nga njësia 8A. Por si mangësi, mësimdhënësi Hoti e cilëson mungesën e konkurrencës në mënyrë që sipas tij, nxënësit të tregojnë sa më të zellshëm në mesvete për marrjen e njohurive mësimore. Pozitive janë se është një numër më lehtë i kontrollueshëm, fokusi te detajet është më i lehtë, ka mundësinë që secili nxënës të përgjigjen, edhe ta marrësh përgjigjen pyetjeve, ka mundësi që secili nxënës të bëhet pjesë e një aktiviteti, të lexojë, të mësojë. Kurse
Një anë tjetër edhe më pozitiv është që unë është me thonë feedback për secilin nxënës, edhe në ku ndryshe nga klasë që e ma fëllaja me ma shumë se 20 nxënës. Mandej edhe disiplina, edhe sjellja kontrollohet më lehtë në klasën të vogla. Si negativë mund me përmend që kur ka nxënësa më shumë, mund të pas talenta më shumë. Talenta më shumë për një aktivitet ose një sport ose një lanë më shumë. Po, kur ka nxënës më tepër, patjetër ju duhet ndoshta edhe një kohë shtesë. Kurse këta nuk kanë nevojë për asnjë kohë shtesë. Gjithë e dinë me lexu mirë, dinë me komuniku mirë, dinë mu drejtu mirë, nëse shkojnë, për shembull, nëse do të shkojnë edhe në udhë, dinë mu drejtu mirë. Numri për afërt i nxënësve nëpër klasë janë edhe në arsimin e mesëm të ulët. Klasa e 6 numëron gjithsej 12 nxënës. Në klasën e 7 janë 7 nxënës. Klasa e 8 numëron gjithsej 6 nxënës dhe në klasën e 9 vijojnë mësimin 7 nxënës. Personazhet janë ata që veprojnë, kurse ngjarja, fabula është ngjarja që ndodh. Unë më shumë një pak më të shkuar. Teksti dramatik, teatri dhe filmi ishte njësia mësimore të cilën këtë ditë të procesit mësimor e zhvillonin arsimtari i gjuhës shqipe Ardit Mehmetaj me nxënësit e tij të klasës së 6. Është skena se hapësira, kur duhet drama. Edhe filmi thonë që është me djemë i vonë, që pak a shumë e ka zëvendësu me një formë hormonet, madje shumë hormonet janë të kthyer dhe janë. Kena të thonë personazhe që janë personazhe statike, që janë personazhe që nuk veprojnë veç duken atë për me plotësuar një nevojë që po filmi ose drama. Ka personazhe shembull figurative që nuk shihen po përmenden aty. Ka edhe personazhe tjera dytësore që veç ndihmojnë ose mbështesin në kalkulin e ngjarjeve. Kjo klasë numëron gjithsej 6 nxënës. Edhe pse ky numër është një shifror, plan programi mësimor realizohet në mënyrë të rregullt në të gjitha lëndët. Për musim se më dhanë, se më thonë lyp energji ma shumë e për në një grup ma të vogël, se do më thonë ki kohë ma shumë për secilin, dërsa të menoj që ka onë pozitive për nxënës. Onë pozitive janë që kanë ma shumë minutash, do më thonë për me marë mësim. Nëse 45 minuta i kive 6 nxënës, i bjenë mesatarisht dikon 7-8 minuta, mund shme kushtu se cilit nxënës veç e veç nëse ka nevojë. Do mund që kjo është ona pozitive e tyne. Normal që ka dhe ona negative, si do mos në grupe kur kanë nevojë me punu, do më thonë që kjo pjesa grupe në pojë se plotësisht e eliminojnë për shkak numrit të vogël. 6 nxënës për shembull në një klasë, nuk është mundësia me bëjmë më shumë se 2 mini grupe, kështu se nuk janë as grupe ato, ose në edukat fizik, zakonisht kam një që kam dëgjuar që ka ma shumë probleme për shkak që nuk mund me zhvillu sporte që janë ma kolektive kështu. Mund me zhvillu për shembull ka talenta në ping-pong e tjera, mund në lojë si volejbolli ose futbolli, është shumë problem për nxënësit. Konkurenca është e mirë për nxënësit, edhe ky numër i vogël, ç'më thonë, nëse më me të thujza i demelon pak nxënësit për shkak të konkurrencës. Do gjithmonë i thonë edhe nxënësve, se ndoshta një not 5 në fshat këtu me një konkurrencë të vogël, është not 4 ose 3 me një qytet madh si Prishtina për shkak të konkurrencës. E normal që konkurenca e nxjerr më të mirën të mundshme prej nxënësve, ki mundësi me zhvillu mësimin edhe në formë loje, e që pak e pasivizon kështu këtë pjesën e tonë që ka numër të vogël të nxënësve. Pavarësisht numrit të vogël të nxënësve nëpër klasa, këta të fundit tregojnë se lëndët shkencore i zhvillojnë përveç teorisë edhe në formën praktike, siç janë lëndët kimi, fizik, biologji. Këto lëndë mësohen më tej me disa pajisje të cilat janë siguruar nga Drejtoria e Arsimit në Klinë. Pajisje këto, të cilat barten nga klasa në klasë, pasi mungon hapësira për kabinete adekuate. Në lëndën teknologji informative, ata kanë në dispozicion një kabinet të vogël me tabelën e mençur dhe kompjuter. Jemi në klasën e 8, edhe jemi në 6 nxënës për momentin.
Kisha thënë është mirë që jemi më pak nxënës se arsimtari mund të pas punën më të lehtë. Edhe mundëm na jena ma shoqni pak ma e lehtë, mundëm me krejt për shembull me u marr, mundëm i njoft krejt. Edhe është ma qetësi, nuk ka zhurmë, nuk ka probleme. Kisha thonë që është ma shkja ana pozitive se jema pak. Për shembull nëse luajmë një lojë të futbollit, asi është me pas mangësi se pak s'kem qysh me vepru, po edhe nëse jem mësime diçka në grup, kish me qenë ma mirë më konë ma shumë nxënës. Na që të kabinete përdorim për krejt, që s'ka nevojë për me do. Dhe të mjaftojnë ato çka jeni për në kuptu njësit. Njësit shumë s'ka. Shkaqet e numrit të vogël të nxënësve në shkollën fillore dhe të mesme të ulët në Jagod janë shpërngulja e banorëve të fshatit në zona urbane brenda Kosovës, por arsye është edhe emigrimi. Numri i nxënësve momental është 52 janë të regjistruar, mirë po 2 kanë shku në botën e jashtme, që mërën këtij viti ma kanë marrë flet kalimin edhe kanë shku jashtë, është për të brengosur. Klas parafillor nuk kemi fare, kanë qenë fillim vitit lejmërum 3, mirë po për shkak të numrit vogël të nxënësve, prindërit kanë insistuar me shtyjnë për shkolla ku ka numër më të madh nxënësve, kështu që njëri ka mbetë në shtëpi, kurse 2 të tjerë kanë shku në shkollën motre serioze në Klin. Edhe parafillor nuk kemi fare, edhe klasë të parë nuk kemi fare. Drejtues të shkollës vënë në dukje se sukseset nuk mungojnë në këtë shkollë përballë numrit të vogël të nxënësve, edhe pse sipas tyre mungesa e konkurrencës shpesh herë lë për të dëshiruar në rezultate. Nuk ka orë të humbura, nuk ka mungesa, aja ku çka është e precizuar orët bëhet nga 45 minuta, sipas plan programit edhe sipas udhëzimit administrativ të ministrisë, se çka shkon sipas rregullave. Në hapësirat e shkollës, fëmijët si pjesë rekreative kanë lojën për ping-pong dhe një bibliotekë me këndin e saj, e cila ka tituj të mjaftueshëm librash e lektyrash shkollore. Fëmijët e fshatrave Videj, Paskalic, Krusheve Madhe, drejt Jagodës për në shkollën Atë Gjergj Fishta vinë me transport të siguruar nga komuna e Klinës, derisa kthimi i tyre bëhet nga prindërit e fëmijëve. Përveç këtij viti shkollor 2024-2025, që nuk kishte nxënës për në klasë të parë, e njëjta gjë pritet të ndodhë edhe vitin e ardhshëm shkollor, pasi mungojnë edhe fëmijët në parafillor.